blen gjëra për bebin, por blen gjëra edhe për mamin. Unë kam marrë disa produkte për vete këtë herë dhe do ja u tregoj se çka kam marrë. Produkti i parë të cilin unë e kam hapur dhe nuk prita dot që të bëja këtë videon, ishte kjo maska me green tea nga Misha. Kjo është për qetësimin e lëkurës edhe mendoj që i kisha nevojë që të bëja një maskë për ta qetësuar lëkurën time. Dhe prandaj mora. Produkti i dytë që kam marrë është BB cream, po BB cream. Nga Misha prap. Është BB cream i viral, besoj të gjithë e keni parë. E mora pak një gjurë të errët sepse i marr gjithmonë fontatinat ngjyrë shumë të bardhë, duke menduar që jam e bardhë, por pastaj kur e shikoj fytyrën time në krahasim me pjesën tjetër të trupit, më bën goxha kontraste dhe thash ok, do marr një gjë pak më të errët, se edhe vera është edhe besoj të duket mirë. Kam marrë numrin 23. Jo 21, zakonisht marr 21. Unë përgjithsisht kam përdorur BB creamin e Puritos, por këtë herë thash ok, do ta ndryshoj sepse për këtë kam dëgjuar fjalë shumë të mira, por kur nuk kam marrë ta provoj, nuk e di pse. Dhe thash ok, hajde ta ndroj mirë dorën, ta shohim mos ndoshta është më mirë. Produkti i radhës që kam marrë është kjo maska nga Medicube. Tani, për këtë, unë mendova që do ishte ajo maska tjetër, që është kështu si që vendoset kështu me pjesë në fytyrë dhe që mbahet gjithë natën edhe që të jep atë shkëlqimin në lëkurë. Po kur më erdhi kjo. Dhe okay, thash hajde ta provoj një herë këtë, po kur të porosis herën tjetër do porosis atë. Se di pse më kanë sjell këtë maskë. Ndërkohë që atje nuk duket kështu ajo, po hajt, në foto, domethënë te website-i kur unë e porosita. Tjetër kam marrë këtë shampon. Ju dini që unë kam përdorur atë shampon me kafeinë, nice. Ju kam treguar para disa kohë që kam marrë një shampon koreane dhe ajo ishte me kafeinë dhe ishte për daljen e flokëve të rinj, për ndalimin e rënies, se më thënë thash. Nuk e di nëse kisha nevojë, por gjithsesi unë e kam përdorur edhe ishte shumë e mirë. Dhe tani vendosa që të marr të njëjtës firmë, shampon, por për zboksin sepse në fakt kam shumë zboks. Kam vite që kam shumë zboks edhe kam hequr dorë nga fakti që duhet të marr diçka për të eliminuar zboksin. Por që duke qenë se gjeta këtë shampon, thash ok, hajde ta provoj një herë, ndoshta do më bëj punë. Dhe produkti i fundit në radhë, nuk ka një produkt të fundit, ndërsa ka. Këto ishin produkte që kam marrë, por më kam vendosur një tester. Dhe ky testeri është me BHA, gjë që unë nuk mund ta përdor tani derisa të lind. Është larës fytyre me BHA dhe do ta përdor pasi të kem lindur sepse mund të përdorim acide për peeling, AHA, BHA, retinolin gjatë shtatanit. Dhe kështu që kjo nuk do përdoret për momentin. Dhe asnjë gjë tjetër. Këto ishin produktet që më kisha marrë. Unë uroj që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Dhe nëse po, juve mos harroni të më bëni like dhe për më shumë video të tjera nga unë, më bëni subscribe. Bye.